Ka njerëz që ndjekin, për shembull, në kohën tonë ka që ndjekin ato emisionet e humorit në televizor. Këto kanë probleme shumë të mëdha. Një problem, dëgjojnë gënjeshtra dhe e din që ai gënjen, sa ai humoristi, çfarë, sa ajo gënjeshtra për të bërë njerëzit për të qeshur, dhe ai përfshihet në paralajmëri të madh për dënim. Mirë për atë që sa ajo gënjeshtra, që tregon gënjeshtra për të bërë njerëzit për të qeshur. Po edhe ky që e dëgjon është bashkëfajtor me ta. Kjo është. E dyta, ka raste që ata tallen me fenë, kjo tepër e rëndë. E treta, zakonisht kanë femra gjysmë lakuriq, kanë edhe muzikë që të bëhen tërheqëse këto lloj emisionesh. E katërta, shpesh herë përdorin allagëpe, ofiqe, shkurtim të emrave, tallje, fyrje, për çmim. U mësojnë njerëz se si të ndërtojnë njëri tjetrin, si tallen njëri tjetrin, si të përqesh njëri tjetrin, si të vënë lojë njëri tjetrin.